Grupi parlamentar i Partisë Demokratike e konsideron të papërgjegjshëm dhe të paprecedent vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor për ta përcjellë çështjen e gjyqtares së posaçme Irena Gjoka në derën e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë në një kohë që ajo rezulton e dënuar në Greqi për përdorim të një vize të falsifikuar. Sipas opozitës, sjellja e KLG-s ngre pikpyetje të forta mbi pavarësinë dhe paanshmërinë e këtij institucioni. Kjo sjellje e papërgjegjshme dhe paprecedente e KLG-s në shkelje të kushtetutës dhe ligjeve organike që ngarkojnë me marrjen e vendimeve për rastet e papajtueshmërisë dhe pazgjedhshmërisë së gjyqtarëve, ngre pikpyetje të forta për pavarësinë dhe paanshmërinë e organit të qeverisjes së pushtetit gjyqësor. Reagimi për kompetencë i ILD është një përpjekje e qartë për ta zvarritur akoma dhe më tej këtë çështje, me pasoja shumë të rënda për pushtetin gjyqësor, të drejtat e qytetarëve dhe besimin e publikut te sistemi i drejtësisë. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike i bën thirrje Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë që të zbatojë ligjin dhe të kërkojë menjëherë nga KLG deklarimin e mbarimit të mandatit për gjyqtaren e dënuar. Në mbledhjen e së premtes, Këshilli i Lartë Gjyqësor rrëzoi një kërkesë për verifikimin e statusit të gjyqtares së gjykatës së posaçme Irena Gjoka, lidhur me mosdeklarimin prej saj të një dënimi penal të dhënë nga drejtësia greke në vitin 2005, mbi bazën e propozimit të një prej anëtarëve çështja në fjalë pritet i kaloj për shqyrtim ILD-s.